profesional për tregun e punës, vlerësim dhe respekt për arsimtarët, depolitizim të arsimit, mbështetje për aktivitetet rinore, sportive dhe kulturore, bursa për nxënës student me rezultate të larta. Shëndetësi dhe mirëqenie sociale, pajisje moderne për ÇKMF dhe ambulancat e fshatrave, rritja e cilësisë e shërbimeve mjekësore, mbështetje për familjet me nevoja dhe personat me aftësi të kufizuara ose personat me aftësi ndryshe, shëndetësi për qytetarët, kujdes për secilin. Te ekonomia dhe punësimi, krijimi i zonave ekonomike dhe mbështetje për bizneset lokale, prona komunale në shërbim të qytetarëve, nxitje për bujqësi moderne dhe përpunim për produkteve bujqësore, trajnime profesionale për të rinj dhe gratë turizëm modern dhe atraktiv. Sa përket pjesës së infrastrukturës dhe transportit, përmirësimi rrugëve urbane dhe rurale, investim në ujësjellje, kanalizim, transport publik të rregullt në lidhje më të mirë me Prishtinën. Te infrastruktura kemi para pa mbjelljen e 20.000 fidanave në qytetin dhe vetbanime rurale për gjelbrim dhe ajër të pastër, zgjerim dhe modernizim të rrugës Rubos Lipjan me trotuar, shtigje, bicikleta dhe ndriçim solar, mjedis dhe hapësirë gjelbruese, ujë i pishëm për të gjithë, krijimin e parqeve dhe këndeve të lojra,